Happy Day. Hajde mirëmëngjeses, mjaftoj të themi një herë Happy Day, do themi 2 herë Happy Day që të kemi 2 fish ditë më të lumtur edhe për të hënë. Besoj që jeni zgjuar mirë dhe mbarë dhe me shëndet edhe për këtë mëngjes, 24 tetor, ditë feste për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë. Sot është ditë jo pune, jo për ne në televizione, por nejse do të jemi këtu për të kaluar sa më mirë këtë mëngjes në shtëpitë tuaja kësaj radhe. Unë edhe sot sigurisht në Happy Day kam darë që ditën t'ja kushtojmë sportit, kështu që në program do ta kemi Shaban Sinani për aktualitetet e javës. Ai vetë ka thënë që ka shumë aktivitete këtë javë dhe do të vit na tregoj për gjitha ngjarjet. E dini që loja në Abu Dhabi ka mbaruar me disfatën e reprezentuesës tonë, pra të ekipit tonë të futbollit, 1-0 ka qenë rezultati i cili ka përfunduar pra në fund dhe nga ekipi i Maqedonisë kanë thënë se nuk është ndonjë disfatë e madhe dhe kanë arritur që me minimum gola të shpëtojnë. Kështu që besoj se do të dëgjoni dhe sot risit këtu në Happy Day për të parë sigurisht se si jemi zgjuar për këtë 24 tetor. Të fillojmë nga dalë, Shabani ka bërë dhe disa kronikat të tjera, në fakt që do t'i ndjekim në kuadër të programit sot, është një kronik që thotë është mbajt turneu ndërkombëtar i karates Kupa e Art 2022, në Tetov ndodh kjo ngjarje dhe këtu sigurisht që Shabani ka marrë disa deklarata, e pash edhe nga kronika që ka biseduar edhe me kryetarin e komunës Bilal Kasami, kështu që do të kemi një material të përgatitur nga Shabani, pra përveç intervistës dhe përveç risit me të. Kemi dhe një gjë tjetër, do na tregoj ai më vonë se për çfarë bëhet fjalë. Do kalojmë tani te informacionet e mëngjesit, siç e dini zgjohemi duke parë aplikacionin se si do të na mbaj moti. Dhe moti është çmendur për këtë javë të fundit të tetorit, vazhdon të jetë jashtëzakonisht stabil, pra temperatura deri 24 gradë Celsius priten të arrijnë sot, për momentin ora 8:02 dhe shënon në Shkup 9 gradë Celsius temperatura e ditës, e momentit. Maksimalja do të arrijë deri 24 gradë Celsius, kurse minimalja ka qenë 7 gradë Celsius. Temperatura shumë të larta për këtë periudhë të vjeshtës dhe do të na mbajë gjatë gjithë javës, pra me gjithë të premte të shtunë, me gjithë fillim jave të ardhshme. Kështu sipas aplikacionit të televizionit kemi vetëm të telefonit, kemi vetëm diell dhe temperatura shumë të larta, të cilat nesër pritet të arrijnë deri 26 gradë Celsius. Bukur. Nesër do kemi temperatura ende më të ngrohta se sot. Mirë. Dhe tani do ndalemi te 24 tetori. Ju e dini që sot është fest, dita e luftës revolucionare maqedonase, në fakt ka qenë 23 tetori, dita e djeshme, dhe sigurisht që është shënuar nga organet shtetërore dhe partijake, duke rikujtuar se njerëz të guximshëm para 129 viteve kanë filluar luftën për shtet të lirë Maqedonas, por edhe kjo datë historike kontestohet nga Bullgaria fqinje, ku mediat theksojnë se para 129 viteve u krijua Organizata Patriotike Bullgare, VMRO. Kështu konteston pra Bullgaria këtë festë të 23 tetorit, një festë historike me të cilën sigurisht që Maqedonia shënon historinë e saj. Ne për këtë temë do të ndjekim kronikën gjatë lajmeve pakës më vonë, por tani do të kalojmë tek ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me kalendarin historik. Cilat janë ngjarjet që u shënuan gjatë historisë për datën e sotme? Do të fillojmë me vitin 1929, kur në bursën e Wall Street në New York ndodh falimentimi i famshëm që njihet me emrin Black Thursday. Ajo filloi në 24 tetor dhe vazhdoi deri më 29 tetor në vitin 1929, kur çmimet e aksioneve në bursën e New Yorkut u rrëzuan. Ishte përplasja më shkatruese e tregut të aksioneve në historinë e Shteteve të Bashkuara, kur merret parasysh masa e plotë dhe kozgjatja e efekteve të saj pas saj. Falimentimi i cili pasoi rrëzimin e bursës në Londër të shtatorit sinjalizoi fillimin e depresionit të madh 12 vjeçar që preku të gjitha vendet e industrializuara perëndimore.
Ngjarja tjetër që shënohet me 24 tetor është në vitin 1945, kur ka vdekur në moshën 58 vjeçare kryeministri i Norvegjisë gjatë pushtimit nazist Vidkun Quisling. Nga 1942 deri në vitin 1945, ai shërbeu si udhëheqës i Norvegjisë, duke drejtuar administratën shtetërore së bashku me guvernatorin nazist Josef Terboven. Qeveria e tij bashkëpunëtore pro-naziste, e njohur si regjimi Quisling, u mbizotrua nga ministrat e partisë së tij të ekstremit të djathtë. Qeveria bashkëpunuese mori pjesë në gjenocidin e zgjidhjen finale ndaj hebrejëve. Me çlirimin e Norvegjisë, Quisling u arrestua, u gjykua dhe u dënua me vdekje për shkak të politikave të tij të bashkëpunimit të ngushtë me gjermanët. Sot sinonimi i Quislingut nënkupton një qeveri kukull që vepron nën urdhrat e pushtuesve. E më 24 tetor, në vitin 1960, një raket balistike shpërthen në kozmodromin e Bajkonurit në Bashkimin Sovjetik, duke lënë të vdekur rreth 100 persona. E njohur ndryshe edhe si katastrofa Nedelin për shkak të vdekjes së marshallit të ushtrisë Mitrofan Nedelin. Në këtë shpërthim, modeli i kësaj rakete R-16 shpërtheu kur motori i shkallës së dytë u ndes aksidentalisht, duke vrarë një numër të panjohur të personelit ushtarak dhe teknik që punonte në përgatitjet. Megjithë matësinë e fatkeqësinë, lajmi për këtë tragjedi u mbajti fshet nga Kremlini zyrtar deri në vitin 90. Nga viti 60 deri në vitin 90 është mbajtur sekret. Ngjarja tjetër që shënohet për kalendarin historik për ditën e sotme vjen nga viti 1964, kur rajoni i Rodezisë së Veriut në pjesën jugore të kontinentit afrikan shpall pavarësinë nga Britania e Madhe. I njohur ndryshe edhe si Federata e Rodezisë dhe Nyasaland, e formuar në vitin 1953, ishte jashtëzakonisht jo popullore mes shumicës dërmuese afrikane. Kjo për shkak të sundimit të ashpër të popullsisë evropiane ndaj asaj me ngjyrë. Formimi i saj nxitoi thirrjet për sundim të mazhorancës. Si rezultat i këtij presioni, vendi u bë i pavarur në vitin 1964 me emrin që njihet zyrtarisht edhe sot si Zambia. Kryeqyteti i Zambias u shpall Lusaka. E në vitin 1966, në ditën e sotme, ka lindur në Saratov të Rusisë miliarderi i famshëm ruso-izraelit Roman Abramovich. Abramovich është pronari kryesor i kompanisë private të investimeve Millhouse LLC dhe njihet më së shumti jashtë Rusisë si pronari i Chelsea, një nga klubet e futbollit më të suksesshme të Premier League-ën. Ai ishte ish guvernator i krahinës autonome të Chukotkas nga 2000 deri në 2008, sipas Forbes. Vlera neto e Abramovichit ishte $12.9 miliard amerikan në vitin 2019, duke e bërë atë personin më të pasur në Izrael, 11 më të pasur në të 11-in më të pasur në Rusi dhe personin e 120 më të pasur në botë. Gjithashtu, Abramovich njihet edhe si bamirës dhe filantrop dhe filantropinë e tij jo vetëm në Chukotka, por edhe më gjerë. E në vitin 1990, në ditën e sotme, për herë të parë pas gati gjysmë shekulli, kryeministri italian Giulio Andreotti pranoi publikisht para Senatit ekzistencën e operacionit Gladio. Ky operacion i fshehtë ushtarak do të fillonte pas luftës së dytë botërore në mjaft vendet e Evropës perëndimore, veçanërisht në Itali. Gladio kishte si qëllim ndalimin me çdo lloj mjeti në mënyrë të përhapjes së ideve komuniste në këto vende. Ky operacion i fshehtë do të përfshinte CIA-n dhe disa shërbime inteligjente evropiane në një ser aksionesh klandestin për ndalimin e përhapjes së ndikimit sovjetik në Evropë dhe Mesdhe. Dhe ngjarja e fundit shënohet në 2004, në ditën e sotme, pas gati 50 ndeshjes të futbollit pa asnjë humbje, ekipi i Arsenal më në fund son humbjen e parë. Kjo humbje do të ndodhte përballë skuadrës të Manchester Unitedit në derbin e famshëm të Anglisë. Ky rekord fitorash do të klasifikohet nga specialistët e futbollit si një ndër më të vështirët të futbollit Premier League, të mbiquajtur ndryshe dhe si të pathyeshmit, nëse them anglisht, ekipi i Arsenalit në sezonin 2003-2004 drejtohej nga Arsene Wenger dhe kishte
në përbërje lojtarë si Henry, Bergkamp, Vieira e të tjerë. 50 ndeshje, Arsenali pa asnjë humbje dhe në fund ka humbur nga Manchester United. Një ngjarje interesante që ka ndodhur në ditën e sotme. Dhe përpara se të kalojmë te kalendari, te horoskopi ditor, do të lexojmë një artikull interesant për të hënën. Ju tregova që në fillim. Nëse rekordet Guinness caktojnë se cila është dita më e keqe e javës. Dhe këtu ka një fotografi të një macës që e dua unë shumë, por nuk mund ta shihni, nëse është një macë e përlotur nga e keqja se është e hënë, dhe thot po, është ajo që mendoni, te hëna, faqja zyrtare e rekordeve botërore Guinness shkroi në Twitter, ne po japim zyrtarisht të hënës rekordin e ditës më të keqe të javës. Pse u desh kaq shumë kohë për ta shpallur, ka pyetur dikush. Jam plotësisht dakord, ka thënë një tjetër. Disa besojnë se e hëna duhet të riemërohet si duke nënkuptuar se nuk është ndonjë qejf i madh të rikthehesh në përditshmëri pas fundjavës. Për shumë njerëz e hëna konsiderohet si një ditë e mërzitshme sepse nis puna sigurisht pas fundjavës dhe e lodhshme. Sipas internetit, nëse e hëna do të ishte njeri, do të dukej si një njeri në foto që është një njeri ashtu i përgjumësh. Dhe ka dhe fotografi të tjera që janë shumë fani, po nëse janë rekordet Guinness, pra kanë caktuar sipas komenteve dhe përshtypjeve të njerëzve, përjetimeve të tyre se si e shohin të hënën, ditën më të keqe të javës. Si mendoni ju? Po pra, sigurisht që e hëna është dita më e vështirë e javës, por ne kemi shpallur besoj të martën pak më të keqe se të hënën, sepse për të hënën e dim tani më që duhet fillojmë përgjithësitë, por e marta, qa do ne marta. Nëse, për të relaksuar tani, do të shkojmë te horoskopi ditor. Do shohim si janë të disponuara yjet sot për gjitha shenjat. 24 tetori, kështu thot për dashin. Kjo e hënë duket se është një ditë reflektimi. Në dashuri mund të debatoni për gjëra të rëndomta. Gjithsesi, në mbrëmje situata do të jetë pak më e mirë. Tensionet mund të lindin edhe për shkak të disa shqetësimeve që bartni. Demi për sot, edhe për demat kjo e hënë është një ditë reflektimi, që tani deri në fund të muajit është shumë e rëndësishme të shmangni konfliktet. Në punë, edhe aty gjërat nuk po ndrisin, problemet e vogla mund të kapërcehen me pak racionalitet. Binjakët, kjo javë nis me yje në pozicion të favorshëm për të lindurit e shenjës suaj. Është koha e dur për të folur qartë me gjysmën tjetër. Gaforja për sot janë disa ditë mjaft interesante për të filluar të kuptoni se çfarë ka ndodhur, plus nëse ka pasur tensione apo distancim do të jetë më e lehtë për t'u afruar. Luani, mund të debatoni, por është e rëndësishme të mos shkoni përtej kufive të caktuara. Kjo këshill vjen pasi në disa çifte mes të hënës dhe të martës mund të ketë ndonjë keqkuptim. Virgjëresha për sot, dielli dhe Venusi janë në pozicion të mirë dhe kjo ju bën që të kërkoheni nga të tjerët, ju duan, ju konsiderojnë një person të dashur që ja vlen ta kesh pranë. Në punë disa gjëra po marrin udhë pasi energjia juaj është rikthyer. Peshorja, me e hënën në shenjën tuaj të horoskopit, kjo ditë e hënë rezulton interesante, sidomos për dashurinë. Në punë vijnë lajme të mira, do t'i merrni me kënaqësi. Akrepi, kemi hyrë pra oficialisht në periudhën e akrepit nga 23 tetor deri 21 nëntor. Është një periudhë interesante për të dashuruarit akrepa, veçanërisht për ata që duan dhe po kërkojnë një person të ri. Nga ana tjetër, jeni duke përjetuar një fazë të mirë rikuperimi në punë. Shigjetari, ti të shkëlqyer për ndjenjat, faza e rikuperimit përputhet sidomos me një peshore. Këshilla në aspektin e punës është që të dëgjoni propozimet e reja. Britsjapi, Afrodita është kthyer në favor të shenjës tuaj dhe mosmarrveshjet mund të zgjidhen në këtë të hënë. Agjitim në punë, e rëndësishme është të jesh i suksesshëm, të tjerat nuk kanë aq rëndësi. Britsjap, në punë shih punën tënde. Mos u zir me asnjë. Ujori, për sot duhet keni kujdes që të mos ndërlikoni disa marrëdhënie, sidomos në fund të këtij muaji, disa marrëveshje do të duhet të shtyhen për shkak të rrethanave,
por këtë të hënë mundohuni mendohuni mirë përpara se të veproni. Dhe peshqit, situata e përgjithshme është premtuese nga data edhe më shumë për t'u ndjerë mirë. Okej, domethënë kjo datë premton që të ndjeni ende më mirë. Ata që kanë një proces gjyqësor në vazhdim mund të marrin një përgjigje të rëndësishme. Për peshqit ishim shumë konkreta, po nëse keni një proces gjyqësor mund të ta fitoni. Mirë. Ky ishte horoskopi ditor për 24 tetorin dhe tani pasi jemi zgjuar ashtu të papërgjegjshëm sot sepse është fest, nuk kemi bërë gati asgjë dhe duhet të bëjmë gati këtu live. Të shohim ndonjë ditë botërore për sot. Nuk ka ndonjë gjë interesante, nejse nuk e shënojmë sepse është ditë ndërkombëtare në SBA, nuk ka nevojë të përmendim. Nejse, këto ishin pra informacionet me të cilat e hapim mëngjesin. Siç thash, më vonë do ta kemi Shaban Sinanin dhe do ta kemi këndin e sportit. Tani do të filloj sigurisht edhe më shumë të ketë aktivitete sa i përket sportit. Nëntori e dini do të jetë kampionati Katari 2022, botrori, pra dhe do të kemi shumë për të folur këtu në këndin e sportit, por deri atëherë do të flasim edhe për sportin vendor, për ligën e parë, për lojën Abu Dhabi, si humbëm me kështu me radhë. Por fillimisht, sot është e hënë, e kemi premierën e ushtrimeve me Nitën dhe Majlindën. Të shohim për çfarë ushtrojnë vajzat sot dhe ndiqeni pra videon në vazhdim dhe mos e shikoni vetëm, por përpiquni që të ushtroni bashkë me të dyja vajzat. Besoj që është motiv i mirë që i kemi të dyja shqiptare dhe flasin shqip dhe që Majlinda është trajnere profesioniste dhe nuk ka se si të gaboni nëse shkoni pas hapave të saj. Do t'ju tregoj sinqerisht për Majlindën edhe patjetër që paguhet që ta kesh trajnere personale, por ja që ju e keni mundësi në Klan Macedonia ta keni trajnere personale pa pagesë. Çdo mëngjes tu në Happy Day. Do t'i ndjekim tani në vazhdim, do ushtrojmë bashkë me Nitën dhe Majlindën dhe do të kthehemi pastaj sigurisht me lajmet e mëngjesit dhe megjithatë se çfarë po ndodh në këtë mëngjes të 24 tetorit, përveç që është fest dhe besoj që shumica prej juve mezi janë ngritur nga shtrati dhe po pushojnë edhe po shijojnë fundjavën e zgjatur. Por fillimisht do të ushtroj. Oh, happy day. Përshëndetje miq të dashur. Shpresoj që edhe për këtë ditë jeni zgjuar lehtë dhe jeni mirë dhe do të meditoni me ne. Si çdo herë të premteve kemi meditim, por kësaj herë në këtë epizod është një epizod speciale. Këtu afër un kam një nënë, është Kadria, e cila është farmaciste, është nga rrethina e Shkupit dhe është e martuar në Tetov. Dhe pret fëmijën e saj të parë dhe unë dhe Majlinda sot kemi vendosur të bëjmë disa ushtrime të lehta sigurisht për nënat shtatzëna.
Është shumë e rëndësishme që nëna shtazëna gjatë procesit të shtazanis mos t'i ndalin ushtrimet, sepse duhet të konektojmë me trupin ton, sigurisht edhe me bebushin e vogël, por edhe lindjen do ta kemi më të lehtë. Majlinda, ç'kemi? Përshëndetje Anita, përshëndetje Kadrija dhe gjithë shikuesve anë banku në ndjekin. Sot do jetë një edicion special ku do kemi yoga për nënat shtatzane. Mësafire kemi Kadrijen, jemi taku tash së shpejti dhe do i kalojmë të gjithë stereotipet ku thuhet se nëna nuk duhet të stërvitet. Është një gabim i madh. Nëna duhet të stërvitet nëse nuk ka probleme gjatë shtatzanisë, nuk kuptohet, nuk ka gjakderdhje dhe nëse është ndonjë tip që asnjëherë nuk është stërvit, atëherë është pakës problematike. Nëse nëna ka qenë deri diku aktive, stërvitja duhet të jetë vazhdimësia e saj që ka qenë. Sigurisht me rekomandim të mjekut. Nëse ndonjë nënë ka shtazaninë e ndërlikuar, atëherë jo, por për të gjitha nënat që kanë shtazaninë normale, sigurisht që Majlinda e njeh këtë punë shumë mirë dhe bën shumë kohë. Po, se edhe unë vetë si non jam stërvit gjatë 2 shtazanive se i ka pas një lloj problematike dhe ka shumë benefite nëna kur stërvitet, në krahasim me atë nënë që nuk stërvitet. Fleksibiliteti i shtohet në masë muskulore, lindja është më e lehtë, pastaj ajo mëson edhe disa teknika frymarrjes që pastaj në procesin e lindjes do hyjnë në punë ato teknikat frymarrjes. Majlinda, si që dim ne, nënat tona ose edhe gjyshet e kanë atë muhabetin, ne kemi shku me punu te ara, kemi shku në shtëpi, kemi lind dhe jemi kthy prapë në punë. Pse mos bëhemi edhe na të forta si nanat dhe gjyshet tona, apo jo? Gjithsesi. Fitnessi është një metodë më e re, më moderne e asaj punës fushës. Kështu që tash puna kompjuterike na ka largu nga ajo pjesë dhe ka dalë pas fitnessi që të afrohemi kohës më primitive. Sigurisht. Kadrija për momentin është në sezonin më të bukur të jetës saj. Unë i dëshiroj gjithat mirat, i dëshiroj një lindje sa më të kollajshme. Kadrijes dhe 300.000 nënave të cilët lindin ditë për ditë. Është një statistikë ku thuhet çdo ditë janë nga 300.000 nëna që lindin. Dhe gjithsesi se forca kolektive gjithë ative nënave është me secilin nga këto nëna shtatzan dhe i ndihmon në një farë mënyre shpirtërore, spirituale që ato ta tejkalojnë atë brengë dhe atë barë të madhe që kanë atë proces gjatë lindjes. Sigurisht. Unë mendoj të fillojmë njëherë me pjesën e frymarrjes dhe pjesën medituese. Tash si për fillim, do i mbyllim syt, dorën e djathtë të vendose mamit e bebushi, ndërsa dorën tjetër e vendos në gjoks. Dhe këtu është shumë e rëndësishme të krijohet ajo lidhja nën dhe bebe. Edhe tash si për fillim shkojmë marrim frymë thellë. Mbyll syt me frymë thellë. Edhe shproh. Me frymë thellë. Me rëndësi është të ndiqet ritmi i frymarrjes dhe të shkishen nga gjitha mendimet tjera. Tash shko me frymë thellë dhe ngadalë përkthele barkun. Edhe luhatu ka dalë, ma e për tja, tas nga bebe në luhatu ka dalë, ma e për tja. Luhate me qafën ka dalë, ma e për tja. Ka dalë, qëtësohu.
Një nane shtatzane I nevojtem krah pak më të fortë, që ta mbajë bebushin, dhe prandaj fillojmë me pjesën e krahëve, shkojmë 1, 2, edhe e ulim poshtë 1, 2 pulsime. Pra, 2 pulsime, 1, 2, edhe ulim nga dalë, 1. Janë ushtrime super të lehta. Dhe ta shko me fund therë, edhe nga dalë, shprazu dhe përkthej lebet. Pra, mbushu me ajër, nga dalë shoj duar, edhe përkthej lebet. Merë fund therë, që kemi larë, shprazu, përkthej. Është një lidhje e veçantë. Mami dhe bebi është skuadra më e fuqishme. Edhe një. Majlinda, ti edhe në shtatzaninë e parë dhe në të dytën, apo ke ushtruar? Ke ndalë, vazhdimisht ke ushtruar? Vazhdimisht. Bile të gjithëve va them që kontraksionet e para më kanë kapur në palestër, duke qenë, po. Vërtet? A ke pas panik jo? Jo. Me rëndësi është të jeni të qetë, të rahatshëm dhe shumë okej me veten, gjithçka do të shkojë shumë mirë. Sigurisht. Tash, nëse ju paraqet pakës problem nënave të rinë këtë pozitë, është mirë që ndër vite të vendosin jastëk ose diçka të butë për komoditet. Mirë, po ne tash të shkojmë do ndrojmë pozicionin e trupit. Me siguri edhe ti tash je lodh, sa do pak. Mundohu që shuplakat jenë paralel me supet, hapi komët mjaftueshëm sa I ke supet, fillojmë me krahun e djathtë, merr frymë thellë, 3 sekonda delikate, shprazu, përkthej në bebushin. Sërish merr frymë thellë, edhe shprazu, përkthej. Boshje gjoksin me ajër. Tash mund të mbusheni dhe të frymoni për 2 veta. Jo të ushqehesh për 2, po merr frymë thellë sa për 2 veta. Tash mund të pushoni pak, nga dalë ule ballin, pusho për disa sekonda. Dhe kur ti je përgatitur, ngrihu dhe fillon për nga ana tjetër. Poziciono trupin, merr frymë thellë, edhe shprazu, përkthej bebi. Mundohu që duart të jenë vi e drejtë. Edhe një. Desha të them që shumica e nonave gjatë shtatzanisë janë shumë të kufizuar me pjesën e ushtrimeve, se vetë stomaku I madh u pamundson të realizojnë ndo ushtrime. Prandaj ne kemi bërë një përzgjedhje të ushtrimeve më të thjeshta. Tash do çohim lart. Edhe shkojmë me duart lart, me frymë thellë, ulu, edhe këtu përkthejmë vetë. Sërish me frymë thellë. Shkon në drejtim të bakut dhe përkthej. Mbush me ajër. Edhe nga dalë shprasu, përkthej. Në rëndësi është që gjujt
ti keni të drejtuara nga jashtë. Edhe një. Tash pozita tjetër, pozita e kaditjes, mbushur me ajër edhe shprasur. Pra, merë fund thellë edhe shprasur. Afroj këmbën pak më afër. Largoj vitet mbrapa. Tash I hapin këmbët më tepër. Edhe shkëmbëhatën majtës të jakës. Duar të mbani gjithë një të baku. Për të vetë. Dhe në mendjen e ju, gjithmonë përqoni energji pozitive të bebi. Dëshironi asendet më të mira që dëshironi edhe për vetën. Edhe tash shkoj në gjatën e majtës me fund thellë edhe shpras. Nga në tjetër. Me fund thellë, në qendër shpras. Hapi gjoksin, shikimi lartë. Atë sa mundesh, atë që edhe do ulesh. Nëse s'mundesh, lëvizja ju në tjetë më recept. Edhe një. Edhe anë tjetër. Vendosi shuplakat bashkë. Edhe ullën ka dalë. Shko majtas, djathtas. Majtas, djathtas. Qëndro disa sekonda, 1, 2, edhe shok. Pra, në zgjatën duat ta. Mbushu me ajër, edhe shpras. Shikimi parë, merë shumë thellë, edhe shpras. Merë, shprasu, merë shumë thellë për 2. Edhe shprasu nga dalë. Unë ju uroj shumë shëndet të gjithë nënave kudo që ndodhet. Shpresoj që na kanë ndjekë nënat, kanë bërë ushtrime me ne dhe shpresoj që ne do të kemi edhe herën e tjera shumë surpriza me Linda. Do të vazhdojmë edhe të kemi edhe një epizod tjetër me nënat shtatzëna dhe shpresoj që janë kënaqur të gjithë. Edhe unë shpresoj të njëjtën, faleminderit edhe juve. Dhe pra, shikues të dashur, shpresoj që u kënaqët me këto ushtrime të lehta për gratë shtatzëna dhe shpresoj që edhe ju që na keni pa momentalisht keni ushtruar me ne. Deri herën tjetër, mirupafshim. Na mori malli besoj për detin pas kësaj kronike të bukur për Himarën. Do të kalojmë tani te lajmet nga bota, si është zgjuar bota në këtë 24 tetor. Mos lexoni shumë kolumna dhe shumë media, do të përmbledhim tani lajme në pak minuta. Lajmi I parë vjen nga Italia, I cili thot se Italia ka zyrtarisht një kryeministre të re. Papa është shprehur kështu: lutem për unitet dhe paqe. Giorgia Meloni mori zyrtarisht detyrën e kryeministres nga paraardhësi I saj Mario Draghi gjatë ditës së diel. 2 ditë më parë ajo u betua si liderja e qeverisë më të djathtë të vendit që nga lufta e dytë botërore. Fitoria e Melonit në zgjedhjet parlamentare muajin e kaluar sugjeron se joshja nga nacionalizmi mbetet në Itali, por zotimi I saj për ta çuar vendin në një kthes të fortë djathtë tash ndejle shumë të pasigurt se çfarë do të ndodhë më pas. Qeveria e re me 24 ministra përbëhet nga një koalicion me dy lider të tjerë të krahut të djathtë. Njëri është Matteo Salvini, ish ministër I brendshëm, dhe tjetri është Silvio Berlusconi, ish kryeministër italian I qendrës së djathtë që mbahet mend gjerësisht për skandalet e tij seksuale. Të dy ata kanë shprehur publikisht admirimin për presidentin rus Vladimir Putin, gjë që ka ngritur pikpyetje se cila do të jetë qasja e koalicionit ndaj Rusisë.
Mes reagimeve të kundërta mbi komentet, Meloni, e cila ka qenë një mbështetëse e fortë e Ukrainës, u përpoq të sqaronte se Italia, me të në krye, do të ishte gjithmonë pro NATO-s dhe pro Europës. Mes gjithë këtyre diskutimeve, Papa Francesku në lutjen e tij të së dielës ka thënë: "Sot në fillimin e një qeverie të re, ne lutemi për unitetin dhe paqen e Italisë." Lajmi i dytë në lajme në pak minuta, thot shkrimtari Salman Rushdie, humb shikimin në njërin sy pasi u godit me thikë gjatë fjalimit në New York. Rushdie pësoi 3 plagë serioze në qafë dhe 15 plagë të tjera në kraharor dhe në trup, prej të cilave humbi shikimin nga njëri sy dhe mbeti i paralizuar nga njëra dorë. 24 vjeçari Hadi Matar nga Fairview i New Jersey është burgosur pasi nuk pranoi fajsim për tentativën për vrasje dhe për goditje gjatë sulmit të 12 gushtit ndaj shkrimtarit Rushdie. Pas sulmit, ai u kurua në një spital në Pennsylvania ku u vendos për pak kohë dhe në respirator. Lajmi tjetër për këtë mëngjes nga bota thot miliona ukrainas pa energji elektrike pas sulmeve masive ruse. Rusia ka sulmuar intensivisht stacionet e furnizimit me energji të Ukrainës duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka nisur sulme të reja ajrore në shkallë të gjerë ndaj ndërtesave të energjisë së Ukrainës duke shkaktuar ndërprerje të rrymës në mbar vendin. Autoritetet ukrainase kanë bërë një bilans ku rezulton pothuajse 1.5 milion persona në mbar vendin kanë mbetur pa energji elektrike. Zelensky deklaroi se shumica e raketave dhe droneve të Rusisë po rrëzohen duke ripërsëritur një deklaratë të ushtrisë ukrainase që thoshte se 18 nga 33 raketat e lëshuara nga ajri dhe deti janë rrëzuar më 22 tetor. Sigurisht ne ende nuk kemi aftësi teknike për të parandaluar 100% të sulmeve ruse me raketa dhe dron. Jam i sigurt që gradualisht ne do të arrijmë të bëjmë këtë me ndihmën e partnerëve tanë, ka thënë presidenti i Ukrainës. Zyrtarët theksuan se do paktën 40% e sistemit elektrik të vendit është dëmtuar rënd, që kur Rusia ka intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Dhe lajmi i fundit për lajme në pak minuta vjen nga Britania. Boris Johnson nuk do të garojë për kreun e Partisë Konservatore. Pra ish kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se nuk do të garojë për të marrë udhëheqjen e Partisë Konservatore. Ai thotë se pavarësisht se ka pasur mbështetjen e deputetëve për të kandiduar, kishte arritur në përfundim se kjo nuk do të ishte gjëja e duhur për të bërë. Përmes një deklarate, Johnson u shpreh se nuk mund të qeverisësh në mënyrë efektive nëse nuk ke një parti të bashkuar në parlament. Megjithëse theksoi se mund të dërgonte drejt fitores Partinë Konservatore në zgjedhjet e 2024-shit. Britania e Madhe ndodhet në ujëra të turbullta pas dorëheqjes së kryeministres Liz Truss. Vendimi i saj erdhi pas politikave të gabuara ekonomike dhe presionit nga brenda partisë së saj. Partia Konservatore në pushtet ka konfirmuar ndërkohë se pasuesi i Truss do të emërohet së shpejti pas një procesi të brendshëm zgjedhor. Po pra, këto ishin lajme në pak minuta, rubrika që pason me njëherë pas edicionit informativ të mëngjesit për të parë lajmet më të freskëta nga bota. Dhe tani do të kalojmë tek lajmet nga showbizi, por para se të japim lajmet e para përgatitura, njëherë do t'ju lexoj një kuriozitet shëndetësor, një ca këshilla dhe pastaj edhe një lajm nga showbizi, në fakt, ndoshta edhe një sugjerim për të parë një film në Netflix. Kjo e para për shëndetin, thot çfarë të hani në darkë kur ju hahet, por s'doni të shtoni pesh. Besoj është problemi të gjithëve. Unë nuk ha në mëngjes shpesh dhe pastaj në darkë më hahet shumë, por si gjithë njerëzit dhe unë nuk dua të shtoj pesh, prandaj na intereson se çfarë mund të ham, ndonjë gjë të vockël me më shumë proteina, me më shumë materie ushqyese për të na mbajtur ngopur, por mos na shëndosh. Sa vakt fantastik mund të ishte darkë nëse s'do të shëndosheshim fare, po thot fillimi i artikullit. Të mos shqetësoheshim fare se ushqimi kthehet në mënyrë të frikshme në dhjam në orët e vona. Gjithsesi kush jemi ne për të shtypur instiktin e urisë. Kur stomaku kërkon diçka, ju do t'ja jepni se s'bën, edhe nëse zgjoheni pas mesnate. Sekreti qëndron tek përzgjedhja. Ka një listë me ushqime të shëndetshme që mund t'i hani pa frikë, sepse nuk ndikojnë në kilet e tepërta. Shiko sa mirë e ke ditur
Loni, Belo, kush e nxori. E para që mund të hani në darkë dhe mos t'i shëndosh është avokadoja. Nuk po flasim për tost me avokado dhe çdo gjë të mirë tjetër që ndodhet në frigorifer. Merrni pak më shtruar, pra mund të hani vetëm avokadon, jo tost me avokado. Nëse mund t'i hidhni pak mëlmesa për të qenë më e shijshme, ja, për shembull si te pjata. Gjëja e dytë që mund të hani gjatë darkës dhe të mos shëndosheni janë ullinjtë e gjelbërt. Me pak krip mund të argëtoheni me to derisa t'ju zër gjumi. Pastaj moll ose dardh. Zgjidhni të preferuarin dhe hajeni pa menduar hiç fare se do të bëni keq. Sigurisht. Fruta. Pastaj sallat me fruta të thatë. Dhe mos e harroni dhe kosin. Pra, mund të bëni një sallat me fruta të thatë që keni në shtëpi, fiq, rush, nuk e di, dhe të shtini dhe pak kos në pjatë, dhe kështu të bëhet një pjatë për të ngopur. Pastaj, propozimi tjetër është oriz ose makarona, por 50 deri 60 gram. Një vezë të zier, do të ndjeni të ngopur dhe gati për gjumë. Jeshillëqe dhe fara, ato që ju ndodhen, thot, sa për të shuar urinë, dhe një patate zier është sugjerimi i fundit, shtoni krip për t'i dhënë komplet shije tjetër. Ja pra, pataten e zier nuk e di vallë e kisha zgjedhur, sepse çdo herë kemi frikë sigurisht nga trashja e të njëjtës, por ja, edhe një sugjerim që të mos shtoni peshk kur të hani në dark. Mirë. E tani, pas këtyre këshillave, do të flasim pak për një film në Netflix, bazuar në historinë e vërtetë të dashurisë dhe artikulli thot nëse doni të qani, shihni serialin e ri në Netflix. Dhe sa e shoh këtu, është një vajzë që i ngjan shumë Beyoncé, por nuk është Beyoncé me siguri. Okej, thot në Netflix ka një tjetër serial të shkurtër që i përlot njerëzit. From Scratch e ka emrin, është një mini serial i ri që i është bashkuar platformës këtë tetor dhe është fiks për ju që doni të shkarkoni mix emocionesh, por deri tani s'keni qarë dot. Historia bazohet në një libër të famshëm me të njëjtin emër dhe mbi të gjitha në një histori të vërtetë. Kujtime të një dashurie të lidhur në Firenze mes një shefi kuzhine nga Sicilia që quhet Lino dhe një studente amerikane nga Teksasi që quhet Amy dhe dashuron artin, pikturën, skulpturën. Të dy takohen teksa Amy kërkon të eksplorojë Firenzen, bien në dashuri, përpiqen të gjejnë veten dhe ëndrat e tyre teksa nisin një jetë të re bashkë në Los Angeles, por diçka ndodh dhe duhet ta përjetojnë bashkë. Siç premtuam, jemi shumë gati për t'ju treguar çfarë ndodh, por s'do ta bëjmë, ju sugjerojmë që të mos e bëni as ju, por diçka është e sigurt, do të qani shumë. Në çdo seri ka diçka që do t'ju emocionojë, që nga skenat piktoreske që përshkruajnë çdo cep madhështor të Firenzës, nga problemet brenda të dy familjeve të rinjve deri tek ajo e pa imagjinueshme që nuk e mendoni që mund të ndodhte. Dhe thot artikulli, okay, lëm me kaq, sepse ju a treguam gjithë serialin. Ta kujtojmë edhe një herë emrin From Scratch. Ju ka bashkuar platformës së Netflix nga tetori një mini serial i mirë për ta parë në disa ditë dhe sigurisht që të shpërtheni në emocione, siç thamë më herët. Kishte sugjerimi për të parë këtë film nëse keni pagës kohë. Dhe tani do të kalojmë sigurisht tek lajmet nga Showbizi për të parë se çfarë ka të re në këtë aspekt. Oh, happy day. Jemi rikthyer në Happy Day në studio për të filluar pjesën tjetër të programit, kur do është mysafiri i ditës. Sot është e hënë, e kemi këndin e sportit dhe kemi përsëri Shaban Sinani këtu për të na treguar për aktualitetet e javës. Unë të mbarë edhe sot, kolegë nderuar. Mirëmëngjes dhe unë të mbarë, edhe pse ditë feste neve jemi në kryet të dëshirës. Ne jemi 8%, Pa tjetër. E pas gjithë javës edhe fund javës, Shaban, ke thënë që ka shumë aktivitete apo jo? Shumë. Po, ka pasur, kishte, do më thënë, shumë aktivitete, disat prej ti ne arritëm t'i ndjekim, disat t'i kemi ndjekur në përmjet mjetëve, do më thënë, televizionit dhe mjetëve elektronike. Fillojmë pra reprezentacioni Maqedonisë së Veriut gjatë fundjavës, pra të shtunën, ishte një ndeshje mitësore
me Arabinë Saudite, ndeshje e cila u zhvillua në Abu Dhabi. Kjo ndeshje më tepër i ka shërbyer reprezentacionit të Arabisë Saudite për shkak se është njëra ndër 32 skuadrat pjesëmarrëse në kampionatin botror që nga 20 nëntori do të fillon në Katar. Botrori Katari 2022. Fillon në 20 nëntor. Po, me 29 nëntor. 29 nëntor. 20 nëntor. Mirë. Kjo ndeshje domethënë u ka shërbier aty në më tepër, por përfaqësuesja e Maqedonisë në Abu Dhabi ka udhtoi me një reprezentacion të kombinuar me futbollistë kryesisht nga kampionati vendor, nga ekipet që garojnë në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut dhe kishte 3-4 futbollistë të cilët luajnë nëpër ekipet të rajonit si në Shqipëri, në Kosovë, kështu me radhë. Domethënë E pse u bë ky kombinim vërtet e pash edhe nga lajmi i dieshëm? Po kjo është një rast i mirë për seleksionuesin që të ketë një pasqyrë më të qartë për futbollistët të cilët luajnë në kampionatin vendor. Pasi cilësia e kampionatit vendor nuk është e njëjtë si cilësia e ekipeve të cilët luajnë nëpër ligat e njohura evropiane e futbollistët. Për shembull, kemi futbollistë të cilët luajnë në Turqi, në ekipet më të mëdha të Turqisë, kemi futbollistë të cilët luajnë në ekipet e Italisë, kemi futbollistë të cilët luajnë në ekipet të tjera, në Angli, në Spanjë, kështu me radhë, domethënë ka atje është cilësia me të vërtetë të ndryshe. Por përsëri sipas asaj që kuptuam se seleksionuesi Blagoja Milevski ka mbetur i kënaqur me angazhimin e këtyre futbollistëve, të cilët e kanë dhënë vërtet maksimumin, edhe përkundër faktit se kanë pësuar humbje. Por ai tha një humbje minimale, të vogël. Jo, humbje minimale, humbje është humbje, qoftë 10-0 apo 1-0, humbje është humbje. Por desha të them atë se këtu kjo ndeshje nuk ka ndonjë vlerë të veçantë, po domethënë kjo i ka shërbyer Arabisë Saudite vetëm një stërvitje para fillimit të kampionatit botror. Pastaj këtë ndeshje drejtësinë e ka ndajt refer nga Arabia Saudite edhe ankohen, domethënë reprezentuesit tanë se referi nuk ka bërë dy penalti për Maqedoninë, domethënë edhe në momentin kur lojtari vendas se kanë nxjerr topin me dorë të shpëton golin, ai nuk ka akorduar penalti. Okay. Domethënë shumë kontroversë. Gjëra ndodhin në futboll, ndodhin, sidomos në ndeshje. Po si mund të ndodhin tani kur kemi teknologji kaq të zhvilluar dhe i kemi parë ndeshjet se si xhirohen, domethënë secili moment duket shumë qartë. Ndeshja është miqësore dhe ka qenë e mbyllur për publik. Flas për publikun. Po incizimet janë. Incizime nuk ka pas. As incizime nuk ka pasur. Nuk ka pasur as pak. Po pasi ka qenë një karakterit të mbyllur, prandaj edhe janë bërë manipulime. Është një ndeshje miqësore dhe ndodhin këto në futboll. Ndodhin ndonjëherë në ndeshje shumë të rëndësishme ku ndeshja incizohet më së paku 22 kamera. Po, kam dëgjuar. Ka sistemin e varit. Përsëri bëhen gabime që ndonjëherë referëve edhe nuk ju falet. Megjithatë ato kanë të drejtë gjithmonë se vendimi i tyre është përfundimtar. Pa nuk mund të shkosh në gjykatë. Në gjykatë, ta refera që kanë bë gabime. Po për shembull ke videon si dëshmi dhe ke rastin e fundit, Shkupi Struga Trimlum. Po. Akordohet një penalti për Shkupin e paqen. Domethënë fauli ishte në zmirë të Strugës, por ndodhi kështu. Referi akordon penalti, Shkupi shënon gol, fiton 3 pikët, tani ankohet nëse s'ke. Po, edhe pse komisioni i referve e ka vlerësuar se penaltia ka qenë një vendim i gabuar i referit Aleksandr Stapaj. Okay, domethënë edhe është zyrtarizuar ky gabim. Po, është zyrtarizuar, prandaj edhe them se s'kemi tjetër mënyrë për të thënë se ka qenë apo s'ka qenë gabim. Sa ajo është një vendim zyrtar i komisionit për vlerësimin e referve dhe prandaj edhe ne kemi të drejtë që të themi të njëjtën. Dhe është disa të parë Struga Trimlumit në to. Po, ka qenë 11 javë. Është me rëndësi që reprezentacioni
ka shfrytzuar momentin, se kjo është në programin e UEFA-s, domethënë këtë ndeshje miqësore është kthyer mbrëm nga Arabia Saudite dhe tani fillojnë garat në ligën e parë që të mërkurën. Por, dua të theksoj edhe atë se nuk është kjo ndeshje e fundit miqësore, por gjatë muajit nëntor reprezentacioni do të zhvillon edhe 2 ndeshje miqësore, por ato do të zhvillojnë në arenën Todor Proevski këtu në Shkup me 20 nëntor kundër Finlandës dhe 23 nëntor kundër Azerbajxhanit. Pasi të ketë filluar botrori? Jo, po. Në fillim. Azerbajxhani nuk është pjesëmarrëse e botrorit. Finlanda do të thonë këtë i shërben që vëmendja të gjende edhe këtu në futboll, por të shpërndahet. Do të thënë këto do të jenë aktivitetet që i ka pasur dhe do t'i ketë reprezentacioni i Maqedonisë deri më 23 nëntor. Ndërsa, i kthehemi kampionatit vendor, do të thënë ditën e mërkurë me fillim në orën 14 zhvillohet java e parë e rrethit të dytë të kampionatit apo java e 12 e sezonit vjeshtor. Pra me 26 tetor, në orën 14 takohen Shkupi Tikveshi, Skopje Shkëndia, Rabotnički Sileksi, Bregalnica Akademia Pandev dhe Pobeda Struga Trimlum. Me thënë lideri i tabelës të klasifikimit Struga Trimlum është mysafire e Pobedes në Prilep dhe të shpresojmë se do të vazhdon rrugtimin e sukseseve, përkundër asaj se javën e kaluar psoi Dispat në Çajir nga Shkupi 1-0, megjithatë edhe Dispata është pjesë e lojës dhe pjesë e kampionatit. Që nuk mund të bëjmë gjithë javën pasje Dispat. Deri më tani nuk ka asnjë ekip e cila i ka fituar të gjitha ndeshjet në një kampionat. Po pra, për mësysh. Po, për mësysh, po. Deri më tani Shkëndia ka qenë më e suksesshme, dikund ka fituar mbi 90 pikë gjatë një kampionat. Ashtu? Po, ai është rekord. Sa pikë ka për momentin në këto 11 javë Struga Trimlum? 25. 25 pikë të grumbulluar. Do të thënë, 10 ndeshje ka të zhvilluar. Do kishte 28 nëse kishte fituar me Shkupin? Po, do të kishte 28. Por kanë luajtur vetëm 10 ndeshje për shkak se e dim që Renova është të larguar dhe një ndeshje ka pa. Do të thënë, këto ndeshje do të kemi rastin që t'i ndjekim të mërkurën me fillim në orën 14. Ndeshje kryesore, thamë se është, po të themi se Pobeda Struga i fundit me të pari. Ashtu i vjen? Pobeda është e parafundit, do me thënë aty është Struga është e para, do me thënë kjo është një derbi se do t'ishte befasi nëse Pobeda shënon fitore. Do t'ishte shumë befasi e madhe, ka shanse të tilla? Nëse shënon Struga, atëherë nuk do të jetë befasi, se themi se lideri i tabelës ka shënuar fitore, edhe kjo kurrëti. Një ndeshje tjetër e rëndësishme është edhe në Shtip, Bregalnica dhe Akademia Pandev. Akademia Pandev vitin e kaluar ishte nën kampion, por si vjet është në mesin e ekipeve të cilët do të luftojnë për ekzistencë. Do të luftojnë që të qëndrojnë në ligën e parë. Pasi rezultatet janë katastrofale në këtë pjesë të kampionatit, derbi, vërtet derbi, është në arena Todor Proevski, Rabotnički dhe Sileksi. Sileksi është në pozitën e 3 aktualisht, dhe Rabotnički është në ngritje të formës garuese. Dhe të shpresojmë se do të kemi futboll cilësor. Dhe fair play, do të thonë gjithmonë të jetë në vend të parë, mos ketë probleme, mos ketë ato. Të shpresojmë. Është kryesorja sigurisht. Do të thonë një javë që kishin pushim ekipet, do mbaroi të mërkurën. Java e pushimit. Po, përfundoi, do të thonë pushimi përfundoi, ekipet tani më kanë filluar përgatitjet për të mërkurën. Qartë. Po dje u zhvilluar edhe një gjiro mjaft e rëndësishme në Ligën e dytë republikane. Në rregull? Derbi u zhvillua në stadiumin e Recicës së Madhe, në Tetov, pra ndërmjet 2 ekipeve pretendente për kreun e tabelës, pra Gosivari kundër Vardarit të Shkupit. Këtë ndeshje, Regje, nëse kemi pamje nga kjo ndeshje, mbulim,
këtë ndeshje e ndoqën dikund mbi 1000 tifoz. Ishte ndeshje mjaft e rëndësishme, këto janë tipo grupi kastriotët e ekipit të Gostivarit. Gostivari shënoi fitore të merituar 1-0 dhe atë me një gol që e shënoi Antonio Kalanovski në minutën e 16 nga pika e bardhë. Do të thonë ishte një penalti e padiskutueshme. Gjatë 90 minutave duhet jemi shumë real se Vardari kishte iniciativë, por fitoria i takoi e skuadrës vendase. Shpresoj ta ndjekim edhe deklaratën e kapitenit të skuadrës së Gostivarit, Muharrem. Ndeshja e rëndësishme për ne shumë. U përgatitëm shumë gjatë javës, e na përgatit për një derbi, me thonë. Shumë e rëndësike të fitojmë 3 pikë, dhe i fitum. Duket se me merit i fitum 3 pikë dhe vazhdojmë tutje. A jeni tashmë afër pretendimet për ligën e parë, ashtu? Po, normal. E kena një rrugë gjatë. Jena për ligën e parë, kena si stafi, si kryesia ka ndërtuar ekipën për ligën e parë, mendoj që meritojmë të jemi në ligën e parë me këtë ekip. Ja, ku ishte pra dhe deklarata e Muharremit. Po, duket se Muharrem tha se, domethënë, për këtë ndeshje ishin përgatitur gjatë tërë javës, domethënë përgatitje të posaçme kishin zhvilluar, pasi e kanë ditur se kjo ndeshje ka vlerë të rëndësishme për renditjen në tabel dhe i arritën. U tregua shumë optimist në fakt, tha që ne do të kalojmë te liga e parë. Po, është optimist, bëhet fjalë për një futbollist i cili ka qenë një ndër shpresat e futbollit këtu në Maqedoninë e Veriut, ka qenë antar i reprezentacionit U21, antar i reprezentacionit A, por ndodhe në futboll ndonjëherë dështojnë edhe futbollistët. Ja, tani ai përsëri është i futbollit në Gostivar dhe është kapiteni i skuadrës, është një ndër futbollistët titullar në çdo ndeshje dhe është, domethënë, janë duke e zhvilluar kampionatin ashtu si mendojnë ata. Po nëse kanë fituar Vardari ka qenë një ndër ekipet. Po do të flasim edhe për renditjen tabelore, fillimisht të cekim rezultatet e javës 9 në ligën e ditë unike. Gostivari Vardari 1-0, Voska Sport Teteksi 4-0, Sloga Bellasica 1-2, Boreci Velezit Pelisteri 0-4, Pelisteri Manastirit, pra. Karaormani Detonit 1-1, Pehqeva Ohri 0-1, Sasa Kamenica Arsimi 1-0 dhe Besa e Dobërdollit Kozhufi 3-0. Dhe me thënë, këto janë rezultatet e javës 9. Tani tabela e klasifikimit. Pas 3 javës sërish Voska Sport në krye të tabelës. Pasi me disfatën e Vardarit dhe me fitoren e Voska Sportit, dhe me thënë, Voska Sport kaloi në pozitën e parë, tani me 23 pikë, Vardari është e dyta me 22 pikë, ndërsa Gostivari tani është e treta me 21 pikë. Do të thënë, një pikë ka më pak se... Nuk ka dallim të madh. Po, nuk ka dallim. Këto 3 ekipe janë edhe kandidatët kryesor për kreun e tabelës, për 2 skuadrat të cilët do të kualifikohen drejt për drejt në ligën e parë, ndërsa ekipi i tretë do të luan barazh për të kualifikuar në ligën e parë me ekipin e 10, faktikisht me ekipin e 14 që do të jetë në ligën e parë. Jo, në ligën e parë do të jetë me ekipin e 10. Do me thënë, në fund të listës kush do jetë, do luaj një... 2 ekipet largohen, pra 11-12, është, do me thënë, Renova tani ma është e larguar, edhe një ekip do të jetë, dërsa ekipi që do të jetë para fundit do të luan balotazh me ekipin e tretë në ligën e ditë republikane. Të shpresojmë se do të jetë Vardari ose Gostivari, të shohim, ka kohë. Ke përmendur këtë ekipin e parë Voska
Voska Sport. Po, është një surprizë për suksesin që bën, është një surprizë, por me plot merit. Okej. Do me thanë, sponsori i kësaj skuadre ka pretendime të mëdhaja, ka investime të majme, është duke bërë vetëm qytetari. Vitin e kaluar nuk arriti për shkaqe shumë të diskutueshme, pasi luajti në balotazh me Tikfeshin dhe atje paprit më pësoj dhe për këtë me njëherë pas ndeshjes është larguar trajneri i atëhershëm Cicmilovic. Do me thanë, ato janë problemet e tyre në klub dhe ku ka qenë probleme, me siguri vetëm ata e din, të tjerët nuk e din. Do me thanë, neve presim që kampionati të kalon, ashtu si që ka filluar, deri më tani pa probleme. Tani ma Gostivari ka luajt ndeshjet në stadiumin e Reqicës së Madhe, mirë po në Giron e Radhes, pra si një koqire, Gostivari do t'i kthehet në stadiumin e vetë, pra në Gostivar, pasi Federata e Futbollit të Maqedonisë dhe kryetari Mohamed Sejdini me siguri do t'jetë në aktin e përrurimit të stadiumit të rinovuar. Pra se ka një rinovim mjaft i mirë është bërë dhe stadiumi Gostivarit tani më i plotëson disa kushte mjaft të mira. Vërtet? Po kjo nuk është fatkeqësi të ketë Gostivari përpara Tetovës në stadium. Ajo është mirë që ka Gostivari, po sigurisht, po Tetova ka qenë. E di që më provokon pak të kritikoj Tetovaret, ajo është për gjuna është. Stadiumi i qytetit në Tetov është për çdo kritik. Për çdo kritik. Edhe pse të gjithë e dinë se Tetova është qendër e futbollit, deri vitin e kaluar ka pasur 2 ekipe në elitën e futbollit të Maqedonisë, të cilët kanë qenë ndër ekipet kryesore, ekipe më stabile. Aty është ekipi që luan në ligën e dytë, pra Teteksi. Ka ekipe që luajnë në ligën e tretë, por infrastrukturën e kemi për ligën Sh. Po, për fat të keq ashtu është. Kjo është e vërteta. Për ligë që nuk ekziston, Po, do me thanë, kemi futbol, por s'kemi infrastrukturë. Edhe këtu... E në Gostivar si ka ndodhur rinovimi i stadiumit me sponsor? Gostivari kishte një stadium, të cilin e kam përdorur ato vite me radhe, i ka plotësuar disa kushte sa i përket garave në ligën e dytë, mirë po pretendimet e klubit janë për kualifikim në elitën e futbollit të Maqedonisë dhe më tepër, pra edhe dalje në Evropë, prandaj investitorët e ri atë janë nga Turqia, me sa duket, tu ka përkrahje edhe nga Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut, do me thënë në pjesën e ndërtimit të tribunave, të kullotës, do me thënë ka investime edhe nga ana e Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Shpresojmë se Gostivari megjithatë do të plotëson disa kushte për të zhvilluar futboll më cilësor, bile të presim ndonjëherë edhe ekipe ndërkombëtare, edhe nga evropiane. Kjo do të ishte, besoj, shqetësimi i dëshirës të shumë tetovarëve që kanë shprehur këtë shqetësim. Shqetësim i madh është. Shqetësim i madh. Shkëndija ka luajtur 49 ndeshje ndërkombëtare. Por deri më tani asnjë ndeshje nuk është zhvilluar para tifozëve të vet në Tetov. Të gjitha ndeshjet janë zhvilluar o në Shkup, o në Kumanov, o në Strumic. Dhe ajo është një maltretim i madh edhe për tifozët, edhe për klubin, edhe për krejt. Edhe nuk është një përjetim i vërtetësi që do të ishte në vendin e vet. Po. Te përkrahja në stadiumin e qytetit në Tetov do të ishte e dyfisht më e madhe. Dhe sukseset me siguri do të ishin dyfish më të mëdha se sa deri më tani, edhe pse nuk janë për të përbuzur sukses. Më tani janë suksese të arritshme. 49 ndeshje ndërkombëtare ka Shkëndija. Dhe në cilin vend është tani në ligën e parë, në të tretën? Në ligën e parë, tani është në vendin e dytë. Në vendin e dytë. Me 19 pikë, është domethënë 6 pikë më pak se sa Struga Trimlum. Nuk janë ato një dallim i madh, kur bëhet fjalë për Shkëndijën, se Shkëndija ndonjëherë din që të fillon edhe nuk të ndalet. Prandaj ka emrin Shkëndij. A din që Shkëndija në 10 ndeshje të zhvilluara, 5 fitore ka në cilësinë e mysafirit. Ndërsa si vendas ka 4 barazime dhe 1 humbje. Asnjë fitore nuk ka si vendas. Të shpresojmë që nga java e ardhshme të fillojmë edhe aty të shënojmë fitore dhe nuk do ndalemi atëherë.
deri në fund kampionatit, pa marrë parasysh se kush do të bëhet kampion, qoftë Struga Trimlum apo Shkëndija. Neve do t'i përkrahanim të dyja ekipet. Patjetër, të dyja janë tonat. Patjetër. Të flasim diçka edhe për një sport tjetër? Patjetër. Në volejboll. Në Tetov, në realitet, 2 skuadra tetovare kanë zhvilluar ndeshjet e dyta, domethënë të javës së dytë të kampionatit në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve. Shkëndija ka shënuar fitore maksimale kundër ekipit Vesna Probishtiv në cilësinë e Misafirit me rezultat 3-0, ndërsa dy ekipet universitare, Universiteti Goce Delqefi Shtipit, Universiteti i Tetovës 3-1. Domethënë është edhe një disfat e studentëve, ekipit të studentëve të Tetovës, pas asaj disfatës së parë nga ekipi i Lirisë së Zherovianit 0-3. Kësaj radhe kanë pësuar një disfat tjetër në Shtip 3-1. Kapiteni i ekipit nuk ishte i kënaqur me lojën dhe tha nuk e di, të shohim, të shpresojmë se ndeshjet e radhës do të kemi më tepër sukses. Sigurisht me disfatën asnjë nuk është i kënaqur. Një lajm i mirë për klubin e basketbollit Çajiri 2030 ka shënuar një fitore fantastike. I kemi pasur në studio, po. Kundër një skuadre Euronikel nga Kavadari, që është njëra ndër skuadrat më të mira në Maqedoninë e Veriut, ekipe e cila merr pjesë edhe në garat evropiane. Kjo ndeshje ka përfunduar me rezultatin 74-73. E dish se kur kam rri fitoria? Në sekondën e fundit. Mos po thuaj, si ato lojat e mira të NBA-ja. Në sekondën e fundit. Po, dhe ka shënuar një fitore fantastike. Domethënë kjo është fitoria e dytë e ekipit të Çajirit pas fitores që shënoi në xhiron e parë në Kumanov. Ata premtuan se do jenë më të mirët në Maqedoni, janë në rrugën e dur? Jo, basketbollistët jo, ata kanë premtuar se do të luftojnë vetëm për të siguruar ekzistencën në këtë kampionat, ndërsa kampionatet tjera do të mundohen që të bëjnë diçka më tepër. Pasi basketbolli në Maqedoninë e Veriut është mjaft cilësor, ka ekipe mjaft cilësore, ekipe të cilët garojnë edhe në garat evropiane. Në rregull, po. Pastaj ka pasur edhe një ngjarje tjetër, më duket, që do ta lajmërosh. Ngjarje tjetër ishte një ngjarje mjaft e rëndësishme, pra në Tetov u zhvillua një turne i karates, turne ndërkombëtar, mjaft i rëndësishëm dhe mjaft cilësor, bëhet fjalë për Kupa e Artë 2022 që organizohet nga klubi karates Shkëndija, që drejtohet nga mjeshtri i këtij sporti Besnik Murati. Duhet të theksojmë atë se krahas garuesve këtu kishte krahas 423 garuesve dhe 32 klubeve nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Bullgaria, kishte edhe njerëz të cilët eminentë. Në rast të parë këtu do të përmendim yllin e karates shqiptare, legjendën e karates shqiptare, Enver Idrizi ishte i pranishëm, ishin dhe pranishëm edhe kryetarët e federatave të Shqipërisë, Petrit Babo, i Kosovës Avni Gashi dhe i Maqedonisë Petar Belistojanovski, ndërsa i pranishëm ishte edhe i pari i komunës së Tetovës, kryetari Bilal Kasami, i cili në fjalën e tij përgëzoi dhe premtoi se edicionet e radhës do të zhvillohen në një nivel edhe më të lartë se sa që po atje. Neve kemi përgatitur një material më të gjerë, ku kemi zhvilluar edhe intervistë me legjendën e karates shqiptare, Enver Idrizin. Kemi zhvilluar edhe 2 intervista me kryetarin e Federatës Karates së Shqipërisë, Petrit Babo, dhe atë të Kosovës, Avni Gashin. Shpresoj se nëse është materiali gati atëherë të ndjekim, ndërsa do ta shohim patjetër, ka ardhur në studio Furkani për të na përshëndetur. Do të thuash edhe ti diçka për sportin, ë? Nuk do të thuash? Mirë. Shaban, mbaruam me këndin e sportit për sot, ë? Po, mbaruam. Faleminderit shumë që ishe pjesë edhe sot. Faleminderit. Uroj suksese edhe në javën e parë të rrethit të dytë në ligën e parë të futbollit.
do të ndjekim në minutat e fundit të Happy Date, pra kronikën që paralajmëroi Shaban Sinani, Kupa e Art 2022, turneu ndërkombëtar I karates u mbajt në Tetov dhe ka përgatitur të për ne Shaban Sinani, shikim të këndshëm. Oh, happy day. Në organizim të klubit të karates Shkëndia që drejtohet nga mjeshtri I këtij sporti Besnik Murati, të shtunën në Tetov u mbaj turneu tradicional ndërkombëtar I karates Kupa e Art 2022, ku morën pjesë 423 garues nga 32 klube nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova dhe rajoni. Krahas garuesve dhe referëve më të mirë të vendit, aty ishin dhe kreu I Federatës Maqedonisë së Veriut Petar Belistojanovski, kryetari I Federatës Shqiptare të Karates Petrit Baba, asaj të Kosovës, përfaqësues nga Bullgaria, legjenda e karates shqiptare Enver Idrizi dhe kryetari I komunës së Tetovës Bilal Kasami. Unë mendoj që sigurisht që para së gjithas të falenderohem për këtë pjesëmarrje masovike dhe dëshiroj që të fiton më I miri, a duke pas parasysh se na kemi këtu gjyqtarët më të mirë botëror nga Maqedonia dhe ndihmësit e tyre nga Kosova që kanë ardhur në këtë manifestim madhështor Kupën e Art Tetova 2022, do të fiton sigurisht më I miri. Me këtë dëshiroj të shpalli Kupën e Art Tetova 2022 të hapur. Të nderuar pjesëmarrës, nderuar trener dhe gjithë ju që jeni këtu dhe ju shumë të respektuar fëmijë. Për mua është një kënaqësi e veçantë sot që I respektuari mjeshtri I karates profesor Besniku më dha këtë mundësi që jem në mesin e juaj dhe sigurisht nën prezencën edhe të legjendës së karates Enver Idrizi, që sot Tetova bëhet qendër e këtij manifestimi kaq madhështor. Për mua mbetet një obligim që në vitet në vijim, në bashkëpunim me profesor Besnikun, me mjeshtrin e karates dhe gjithë klubet e karates, këtë eveniment të ngrejmë edhe në nivele më të larta. Në këtë turnir ndërkombëtar të karates ishin dhe legjenda e karates shqiptare Enver Idrizi, kryetari I Federatës së Karates së Shqipërisë Petrit Baba dhe kryetari I Federatës së Karates të Kosovës Avni Gashi, me të cilët Klan Maqedoni ka zhvilluar intervista. Po ne kena masivitet madh, vetëm neve na duhet, I kena me aeroplana me këtë, veç duhet me ditë kudezet motori edhe kena pas shumë kampionat noja, edhe botnor, edhe evropian, edhe krejt, po vetëm edhe pak duhet rregullimi I shumë gjërave tentacion. Atëre kanë pas një karatet me të vërtet që kanë pas një akmi krejt bota. Shqiptarët gjithmonë kanë pas legjenda të njohur, kampiona botëror, kampiona evropian, kampiona balkanik. Aktualisht, sipas juve, cili është karateisti më I njohur shqiptar? Kena ne shumë shqiptar të mirë, këtu kena shembull Berati është një sportist shumë I mirë, konë Enisi Idrizi, Berati ka qenë ka pas Kumanovës karatista shumë të mirë. Ati ka qenë edhe Bilali mbi emrin, të na ka edhe shumë karatista të mirë edhe Qipëris, që ndoshta bënjaj në të pja eminej emrin kërkoj fole, po I kena edhe në Kosovë, kena Erolindin, kena edhe shumë sportista tjerë që janë me të vërtet perspektiv kanë qenë, po pjesa më e madhe aty veshja ka nisë me lonë, po kjo rinia jonë është për të ardhmen një perspektiv shumë I madh për me pas medalet noja në për arenat ndërkombëtare. Karateja në lojrat olimpike të kaluara ishte sport olimpik, por përsëri u largua. U largu sheri politikës, po jo, ajo ku him vetëm janë ato ujnat atëre vetëm e kena derën qelë, besoj që së shpejti kena me u bashkuar për Komitetin Olimpik edhe atëre kume qenë I barabat me ke sportet tjera. Enver Idrizi aktualisht çka punon dhe ku punon? Unë momentalisht jam në Federatën e Karates të Kroacisë. Atë jam drejtues I institucionit më të madh me presidentin Davor Cipek, I cili është edhe general sekretari I botës. Edhe ata më kanë afruar më tepër, më kanë afruar, ata që më afrojnë ju ndihmoj, unë jam I gatshëm për rinien tonë, po këtu vishë 20 vjet vetëm legjen, ama kur që në për as palestra, po s'ka lidhje, që ashtu kanë tonë edhe prind tonë edhe asi kur ka të nga merin vendin e vetë se kanë pranuar, jo Enver Idrizin. Bashkëpunimi me Federatën e Kosovës e kemi shumë mirë, sepse pavarësisht se jemi dy shtete ndarë, ne konsiderojmë që jemi një. Dhe me shpresën Zot, inshallah bashkohemi e bëjmë një shtet.
Ne kemi shumë marrëdhënie të mira me Federatën e Kosovës, shkëmbime eksperjenca, gjyqtar, trajner, shkëmbime politike kundrejt sportit gjithmonë. Me Federatën e Maqedonisë gjithmonë ura lidh se ka qenë gjithmonë profesor Besnik Murati. Kemi marrëdhënie shumë të mira me gjithë stafin drejtues. Cilat janë sukseset e Federatës Shqiptare të Karates në garat ndërkombëtare? Sukseset nuk kanë qenë shumë të arrira në vitet e fundit në Federatën Shqiptare të Karates, për shumë arsye, largimi i sportistëve, mos zgjatja në për aktivitete, në momentin që kalojnë në senior, sportistët fillojnë dhe drejtohen në përpuna të rëndryshme, sepse edhe të ardhurat jetike ato i krijojnë nga puna që kanë. Dhe sporti pastaj kalon në nivel të dytë, kështu që automatikisht bie rendimenti i sportit. Kjo është një problematikë që paktën neve hasim në Shqipëri, nuk e dim, mund të jetë edhe në gjithë rajonin. Porosia e kryetarit të Federatës së Karates Shqiptare për të gjitha klubet, kudo që ato janë? Po unë një porosi kam dhe e kam thënë dhe do ta them gjithmonë. I gjithë rinia, brezi i ri, duke filluar nga fëmijët, duhet merren me sport. Sporti është flamuri i paqes që bashkon gjithë njerëzit. Jo mbar shqiptar, por mbar kombëtar. Gjithë kombet i bashkon sporti. Sporti nuk ka lidhje as me politikën, nuk ka lidhje as me veset dhe zakonet e këqija. Sporti është shëndet. Sporti është mirësi. Ju uroj sukses të gjithëve. Karateja kosovare daton qysh prej dekadash dhe në zhvillimet e saj, në rrugtimin e saj ka zhvillim të dukshëm. Në një periudhë kohore, para 7 muajsh, ndodhen ndryshimet ose momentumi i zgjedhjeve në federat dhe rrethi vendosi që unë të jem udhëheqësi i federatës për një kohë të caktuar. Gjendja neve si sport duhet mos jemi asnjëherë të kënaqur me gjendjen që e kemi dhe duhet të pretendojmë për më shumë. Andaj, niveli organizativ i Federatës Karates mendoj dhe duhet të avancohet në nivel tjetër, me qenë se Federata Karates Kosovës në vitet e fundit është pranuar në Federatën Botërore të Karates, andaj edhe detyrimet dhe ambicet janë të shtuara. Në këtë rrugë mendoj se jemi një ekip i mirë për të bërë ndryshimin. Nuk do të nënkuptohet kjo se ishte edhe keq, por që e mira është deri tek rezultatet. Sipas juve, si është cilësia e karates në Kosovë në krahasim me vendet e rajonit? Bazuar në klubet, garuesit, trajnerët dhe aktivitetet që bën Federata Karates e Kosovës, brenda Kosovës jemi të ranguar si sporti numër 2 që i bie pas judos olimpike dhe nëse e bojmë krahasimin me shtetet e rajonit, po, neve si shtet kemi kapacitete, në këtë rast duhet të them që kemi përveç se masovitetit, kemi edhe kualitete të këtë gjitha grup moshat, rrjedhimisht kemi arritur edhe në medalje të shumta ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe medaljet evropiane dhe botërore tek niveli i seniorëve. Mendoj se me pak më shumë suport do të arrihen edhe rezultate më të mira. Si është bashkëpunimi me Federatën Shqiptare të Karates dhe atë të Maqedonisë së Veriut? Fillimisht kur bëhet fjalë për bashkëpunimin shqiptar në region, është evident tash e sa vite dhe kjo është një vazhdimsi, e cila nuk ka event i cili mbahet në event i hapur ku nuk janë prezent garuesit, trajnerët klubet kosovare dhe bashkëpunimi në nivel klubesh është fantastik deri tek ushtrimet dhe kampet, po ashtu edhe në nivel federatash ku as edhe një lëvizje nuk bëhet pa informimin dhe bashkëpunimin ndërsjellë. Organizatori klubi i Karates Shkëndija ndau pllaketa për të ftuarit special dhe për ato që e ndihmuan, ndërsa për garuesit më të mirë u ndan medalje dhe mirënjohje. Happy day.
Day.